Izolimin e ka shfrytzuar për të bërë art. Në arrest shtëpie për skandalin e zhdukjes së pikturave të Mios, Sotirash Xega realizon një mozaik. Vepra është realizuar me gur lumi të ngjyrave dhe përmasave të ndryshme në stilin rokoko. Fabula është e thjeshtë. Mozaiku fillon me simbolikën e politikanëve dhe raportin që kanë me njerëzit e thjeshtë, për të vijuar me fermerët që ende punojnë tokën me parmend dhe të rinj që kalojnë kufirin. Në mes të mozaikut, disa autoportrete të vetë Xegës që përcjellin ironin e një shoqërie që ende nuk po del nga vorbulla e tranzicionit. Krijesa e vetme që e ka mirë me të gjithë është qeni, me figurën e të cilit mbyllet mozaiku. Unë nisa nga kjo për të bërë këtë mozaik për arsye se gjendja e pikturave, unë kam shumë piktura, kam punuar dhe punoj vazhdimisht piktura, por është problemi që piktura nuk janë të sigurta. Akoma që 2013, akoma nëna duke s'ku ka filluar sot, se s'është bërë gjë. Këtu nuk mbrohen asgjë. Sa herë jepet mundësia, fton për të parë mozaikun miq dhe të njohur, ndërsa premton se do ta vazhdoj punimin edhe në ambientet e tjera të shtëpisë.